Mirë se keni ardhur në këtë aktivitet të veçantë organizuar nga Banka e Shqipërisë me rastin e 100 vjetorit të saj. Dhe sot kemi kënaqësinë të shfaqim për ju 2 dokumentarët e parë që ne kemi krijuar posaçërisht për këtë jubilej të Bankës së Shqipërisë, të cilët rikthejnë në vëmendje një kapitull të rëndësishëm themelor të shtetformimit shqiptar. Nëse ne kemi besim te sistemi bankar, ai I kryen të gjitha funksionet si lehtësues dhe ndërmjetës I të gjithë sistemit ekonomik në një vend. Nëse individët nuk kanë besim te sistemi bankar, ai dobësohet, ai bëhet prej krizave ekonomike dhe mundet të çojë edhe në default ose në gabime shumë të mëdha të sistemit ekonomik, e tërheq sistemin ekonomik mbrapsh në vend që ta çojë atë përpara. Është një histori shumë sfiduese që ka kaluar Shqipëria dhe është një nga momentet historike kur gjëja ka filluar mirë që nga fillimi. Imagjinoni në vitin 1912, kur Shqipëria shpalli pavarësinë në një territor shumë të limituar, një nga dokumentet e para që bëri qeveria e Ismail Qemalit ishte të krijonte Bankën e Shqipërisë. Kjo përpjekje e Ismail Qemalit mbeti tentativ për arsyet e kohës dhe pas Kongresit të Lushnjës në vitin 1920, përpjekjet e patriotëve dhe parlamentit shqiptar u intensifikuan për të krijuar një bankë qendrore të shtetit shqiptar. Lindja e institucioneve shqiptare ka kaluar në një rrugë të vështirë historike, që në kohën e rilindjes kombëtare, kur nisi projekti I Shqipërisë së pavarur, ndërtimi I një shteti funksional u pa I lidhur ngushtë me krijimin e Bankës Kombëtare. Sami Frashëri në Shqipëria çka qen, ç'është e çdo të bëhet, shkruante. Një bankë kombëtarishte do ngritur që në krye të herës në Shqipëri. Falenderojmë Bankën e Shqipërisë për ftesën, që një kënaqësi të ishim këtu sot bashkë me studentët dhe të njiheshim për historikun që lidhet jo vetëm me bankën, por edhe me kombin tonë, dhe që shumë interesante të shohim periudhën dhe sfidat që ka patur kombi shqiptar në themelimin që nga viti 1912 kur kanë qenë iniciativat e para dhe deri në realizimin e saj mbas një periudhe afro 15 vjeçare. Si student, falenderojmë Bankën e Shqipërisë se na dha mundësinë për të parë këtë dokumentar informues, rrjedhën kronologjike se si shqiptarët kanë qëndruar rezilient ndaj krijimit të bankës shqiptare dhe se si kanë përballuar sfidat edhe kanë marrë iniciativën për ta krijuar këtë bankë. Falenderoj Bankën e Shqipërisë që mua si studente më dha mundësinë për të qenë pjesë e kësaj mbledhje për 100 vjetorin e saj, për të parë dokumentarin e dhënë që nga krijimi I Bankës së Shqipërisë e deri në ditët e sotme. Nëse mundem, duhet të falenderoj Bankën e Shqipërisë që për 100 vjetorin e saj bëri një dokumentar të tillë me informacione shumë të rëndësishme, që kishte vendosur në radhë kronologjike. Nëse mundem unë të jap një koment për dokumentarin, në bëjë se sa rëndësi kishte dhënë krijimit të Bankës së Shqipërisë që qeveria në 1912, rëndësi që shohim edhe në ditën e sotme.